Përshëndetje të gjithëve, sot jemi në një edicion special. Përshëndetje. Përshëndetje Gjergji. Kemi dy çuna të ri, në moshë edhe në karrierë. Përshëndetje. Manso dhe Flori. Refuzoj të ndahem me klubit. Ka çurë më të ri se unë. Jo, është vërtet. Madje po ju tregoj një kisha te piramidat, ku përritës së vërtetë u follishëm në mënyrë spektakolar, apo jo? Absolutisht jo, ne kemi qenë apo me superstars. Na bata të piramidë. Sa bëhet piramidë? Ai shfaqja te ai show. Te topi, po, ishte kundër mësuesve të. E pashë ti ishe shpirt rebel, kishe kundërshtuar prapë, çfarë kishe bërë? Vërtet. Na bën një pyetje për TikTok-un. Për TikTok-un, po. Po pyetje nuk do të jetë sepse TikTok-u nuk lejohet në ligjin e Unë konfirmoj Gjergji është vetmi që njoh që nuk ka bërë asnjëherë diçka që është e paligjshme. Nuk e di sa burimi besuesh atë. Kjo që është mbrapa pa për sa kohë gjykata gjithmonë ka marrë vendin pozitiv për mua. Jo. Dhe doja të dinë atë. Ne ishim matura dimi kundër mësuesve. Dhe gjë që më bënte përshtypje të njerëzit që takoja të nesërmen ishte jo fakti që kishim marrë pritë, pse ajo thotë 43 vjeç që ti thonë se nuk e dinin që për moshën, kështu që ti je shumë i ri. Unë jam i ri. Kush është arsyeja që ne këta dy çuna të kemi këtu sot? Arsyeja përveç revanshit. Kemi këtu. Ja, ska fare revansh. Është për mua është një tregim qytetarie, civilizimi, quhet çfarë dush që ne ta shohim njëri tjetrin si bashkëpunëtor, si shkëmbys mendimesh, idesh dhe pse jo të përfitojmë nga njëri tjetri. Kjo është Andale sport kundër versus rooftop. Jo kundër. për krah. Një nga tavolinë. Ju jeni podcasti parë shqiptar në Shqipëri? Podcasti i parë shqiptar. Nuk mendoj që jeni podcasti i parë shqiptar. Duhet të ketë të tjerë të bërë përpara me atë lloj ideje. Kemi çunat e versit që po ashtu kanë një ide. Po Antoni me po ata kanë qenë para të gjithë. Duhet të kenë dalë më përpara. Megjithatë jemi në një treg që janë 2 apo 3 podcaste dhe mendoj që këtu po shkon pak më tepër. Pra aty po afrohet. Okej. Po shkon te podcasti më tepër. Emisionet me gjithë respektin ka filluar ta humbin pak atë autoritetin e vet. Atë që kanë parë pak. Okej. Ne kemi statistikat tona ku na shohin në mosha 40 vjeç e sipër. Që i bie që ka fituar një treg të ri. Shumë mirë është. Shumë mirë është. Unë jam shumë krenar për këtë gjë. Domethënë në kuptimin mirë të fjalës, sepse edhe ata kanë drejt informuar, edhe ata kanë drejt shohin, por si e bëni ju që kapni rinin përveç se keni një përqasje shumë në rrjetet sociale? Shiko, ne kemi një ide që keni statistikat mira me të rinjt? Goxha mirë. Pa mosha duhet të jetë tek 20 deri 30, audienca kryesore. Pa duke parë dhe po them formati Andale që është më rinor në atë, se nuk kemi vetëm podcast sportiv, kemi edhe natyra të tjera aty, që përfshin edhe goca dhe çuna të tjerë. Po ideja është që ne bëjmë pak më shumë lojra, pak më shumë dinamika, kemi të ftuar që ndoshta përçojmë mesazhe më të përgjithshme futbollit dhe kjo është ideja që kam një treg më të ri. Prandaj kemi këtë. Po ne çfarë do të ta kapim të tregu më të ri zotë thënë? Shpresoj të gjejmë kështu. Bëjmë lojra dhe këtu bie. Luaj unë këtë gjë. Ja, ne jemi mirë këtu ku jemi. Prezenca një bjonde për shkak do të ishte shumë interesante. Po, kjo po. Megjithëse edhe ju keni bërë ato goditjet tuaja, se kishit kërnarën podcast se ka pas njëri, kështu që prandaj keni dhe ju atë shikueshmëri që janë gjithmonë bjondet zemra. Prandaj pra ju pra ne zbresi pak më poshtë, mos përsa ju jeni 40. Nuk përfitoj nga kjo se jemi me idetë e Berlusconit. Basta që në Francë të dalin. Çorat kanë synime të qartë. Ne i duam pak dhe bjondet e bronit. Ne ju duhet të shumë mirë, komplimenta. Faleminderit. Ledio, ishim duke bëm një podcast në kaluar. Dhe ishim me kryetarin e Bashkisë Kavajës, që ndërtoi një stadion shumë të vogël, përshëndesim, po ne harrojmë një që kemi Ledion. Ledio është regjizori Çanit. I madh, Ledio të lutem. I madh, Ledio të lutem. Të lutem, për herë të parë pash me fytyrë, kush e do ta di fytyrën e Ledios më paguani kjo. Kis del gjallë. Një pyetje që më vjen, më buron nga shpirti. Shkrepe. Pse u bë gazetar sportiv nuk e kuptova këtë. Tani sa më tani s'është. Tani po e thua pyetjen me pendes apo po e thua? Mendoj që përveç se mendoj që është shumë e vështirë, sepse është për mua zharni më i vështirë i gazetarisë, sepse do një ori specifike të thelluara në një fushë të jetës, por do gjithashtu dhe një kulturë përgjithshme sepse flitet për juridik, për ekonomi, për gjeografi etj. Nuk besoj që fitoni para nga kjo shumë e kjo gjë.
Tani s'është tjetër tani. Timi, filloj ti, me që. Jepi. Se do ta nisun se bëri pyetjen pse i hyt gazetari sportiv, do i them që fajtori e ti vlla. Po. Jo, fajtori e ti vlla se kur po vinim rrugës e bënin të muhabet. Kur ndishnim Gjergjin, unë thash jam dekë kur ishte digital në Supersport. Ky të ndishte më herë çet gazeta. Çet gazeta po. Nuk e ndishte gazetën, ndjej në Supersport në digital, me sidomos. Ati, ati drejtori. Dhe po çelë se Gjergji ishte ndër ata, okay, kanë qenë të tjerë, po Gjergji më dukej mua të paktën, nuk e di a është e vërtet, ndër të patët që i plasë gjëra trosh, siç i mendonte. Mbaj mend që Gjergjin pa të hyrë një herë lidhje telefonike Refika Lili, diskutuat shumë për Tiranën. Më të ishte shumë Gjergji edhe me kuice që bën, ta kam thënë edhe një herë për kuicet e Patrorit. Pra Gjergji e bën te gazetari sportive, por edhe argëtuese dhe kjo që më toroshi shumë tek sporti. Sigurisht sportin kemi pas pasion dhe vazhdojmë të bëjmë, por kur duke ndjem nga televizori thosha që dua ta bëj dhe unë këtë gjë që bën ky. Dhe prandaj i kam nisur kësaj rruge. Kështu që ti fajtori, bashkë me kolegët e tu dash kohë. Interesante si gjithmonë ka disa këndvështrime të njerëzve. Kjo që futi mos më lidhje fare. Unë kam parë edhe më herët, unë kam filluar ta ndjek futbollin nga futbolli shqiptar. Kam lindur në Lushnjë, edhe për herë të parë kam parë një ndeshje që kanë luante Lushnja me Kuksin aty. Kam parë 10.000 veta bashkë në stadium. Unë atë moshë që isha 11 vjeç atë kohë, nuk kisha parë ndonjëherë 10.000 veta bashkë. Edhe thash, kjo do të jetë gjë më e bukur në botë, përderisa mbledhur kaq shumë veta, i bie që futbolli është gjë më e bukur. Dhe fillova të shkoj më tepër, ta ndjej futbollin shqiptar më shumë. Dhe në atë kohë ka qenë gazeta Gjergji, ka qenë Sport Express, po. Mua pëlqente shumë faqja e parë, se ju ishit në krahasim me rivalët e tre keni qenë më kreativ tek faqja e parë. Vërtet është. Unë në shtëpi mendoni më shumë për faqen e parë. Po faqen e fundit se keni pas apo? Në fund fitonte gjithmonë faqja e fundit. Janë ata që blen nga faqja e fundit. Unë duhet të kem gazetat angleze që ta dini për kohën, kur Premier Liga vendosi të investonte shumë para në gazetarinë për të rritur Premier Ligën, ofruar një fond disa milionë euro pound në vit. Dhe të gjitha gazetat angleze, në faqen e fundit vino, kur e qenë në Angli do ta kesh parë, ka pasur faqen e parë të sportit. Pra kishin në 7 faqet e fundit, 10 faqet e fundit suplementin e sportit, dhe kur e kthej faqen e mbrapsht të gazetës, ishte faqja e parë për sportin. Gjë që duhet të kem në shtëpi, fati që nuk kika dot Lushnjën të mera, se shtëpi që kam Lushnjë, kam rreth 17-18 gazeta të vitit 2010-2011, i kam mbrojtur dhe kam mbrojtur kualifikimi kombëtarës në Europian në Armeni. Jo, është më vonë, 2014. Kam faqen e parë. Kam momenti kur Barcelona mund Realin 5-0. Kam faqen e parë. Kam vetëm faqen e parë. Kam ndeshjen Portugali, fitoren Portugali. Bekimi ku që si diçka ka qenë faqja e parë. Pra kam mbrojtur këto gazeta që më dukeshin më të veçanta. Unë dy nga gazetat më të veçanta, për njërën si japshëm krenar në fakt që e kam bua atëherë faqen e parë. Por më shumë ka qenë kur neve do luanim një ndeshje me Norvegjin, dhe nëse do fitonim atë ditë ne do shkonim në kampionat botror në Brazil. Dhe unë fakt e kopjova nga një gazetë greke që kisha parë dikur, morëm një çun dhe një gocë, 2014 është. 2013 ka qenë. Kualifikus. Dhe ne morëm një çun dhe një gocë, i veshëm me bluzën e Shqipërisë, i shuam në Rinas, bën një foto, është aty për jashtë Rinas te ajo departer, dhe departer Rio de Janeiro dhe aty kishim një bilet dorë, shumë e bukur ishte. Kjo se e realizuam. Për herë të parë gazetarisë sportive të shtëpit të shkruar, faqja e parë u realizua. Kjo ishte e bukur. E keqja pastaj mund ta pranoj ka qenë kur u bëm kamerë fshet për Pankon. Dhe Pankon. Oh, shku kishte sportin në këtë mes. Sepse zotëria fjalë ishte ministri i sportit. Po. Dhe ishte ministri i sportit dhe ishte arsyeja që ne 6 muaj përpara se ai të kapën kamerë kur u bë thoj, kur e bë, se bë ty atë. Kur u bë. E kishte përjashtuar neve për dyren sport, ku e ktheu ligjin, pati probleme me federatën atje. Edhe titullin e vura ministri me karikën dorë. Po kën ëndër në për Vërtet bukur e ke shumë se perlësh. Me njëra. Unë kam qenë 26 vjeç kur kam bërë këtë titull në faqes parë gazetës, mendoj që sot as do kishte shku më Sa çuna tani? Pse po është e bukur më burr, pse? Është me karikën dorë, është perl. Është perl më burr, pse? Është perl. Është perl. Jam dakord. Të kaq kollaj këto lloj ndërhyrje. Unë jam dakord. Ndërkohë që çuna të vini e di dhe është dëshmitar, sot gazeteria është më e thjeshtë. Po, është më e thjeshtë. Është e thjeshtë. Por mos thënë që kanë ata që bëjnë edhe me chat GPT. E diskutojmë. Futuni pranë trip, diskutojeni po. Se Gjergji herën e kaluar Flora, me Se Gjergji herën e kaluar tha, kur isha këtu, ishte në me Çarçanin dhe tha, kur isha unë tha bëj gazetën tha, atëherë tha, shkruaj çfarë doja ta se merrte vesh njëri tha. Apo jo Gjergji, mamë. Nuk është e vërtetë, po Po shumë. nxjerr gjëra nga Instagram ose asnjëherë si gjen Instagram. Flori po më. Flori nga biseda more, shiste më rreshket.
Kjo nuk është e vërtet. Po kështu më thënë atë ditë. Ishte rasti që tanë për flamurin Mos vërtet. Ishte rasti që për flamurin. Për flamurin sensin e abuzimit do ta dëgjoj. Çfarë ke thënë? Po merret me telefonin, do bëhet me telefonin. Juve këta Po përshtatet gazetaria vjetër me po merret me telefonin me Instagram. Vërtet. Këta të rinjtë sotëm, nuk e dim, por atëherë lajmi ishte një gjë komplet ndryshe. Ju sot nuk prodhoni lajme. Se nuk arrini dot ta prodhoni ju lajme. Po, se del gja vet, po thjesht. Del gja vet lajme. Nuk e prodhoni dot lajme. Ju nuk thoni se nuk e shpikni dot lajme. Ju thjesht e komentoni atë. Ma di në shumicën e rasteve komentoni atë me një sens gallate, ndërsa neve ishim shumë serioz në atë idiosi që bënim. Idiosi ishte ajo, nuk kuptojmë një përgjegjësi shumë e madhe. Unë për shembull kam gazetën Prokuraria, komandon Tiranën. Sot e kësaj dite i them Blerti Hajdari që kam shumë shok, ma bëj Allah 100 euro. Sepse janë një derë ishte Çim Hajdari, krye prokurori i kohës, i cili ndikonte te Refika Lili, që ndikonte te Nemil Dedi, që ishte ai me fut Blerti informacion. E kupton? Te tillë ishte programe pa jetë parë, unë nesër do të pija kafe me Çimin, me miqtë të Çimit, një gjë që në fund të ditës vetëm unë mbisja. Ti vazhdonte punën vet, ne vini punën vet. Pra, sa sot gjë është më easy, gjë është më chill. Po, okay, dakor, po nuk keni ju lajme të tilla. Ne kemi në dorë thjesht tani, sot ne kemi në dorë thjesht mos ta shpërndajmë, mos ta përhapim. Kjo është që na ngelin dorë neve. Nuk e kuptoj çka keni ju në dorë, përveç se përveç emrit tuaj. Ne kemi këtë që mos ta përhapim, mos ta shpërndajmë. Rrin mes ti. Pra, ne kemi në dorë Jo, rrin mes. Jo, fol. Ti fol për rrin mes, për pikën ti. Jo, unë doja të pyesja ty, sipas asaj që thua, domethënë gazetaria atëherë, flasim për vitet 2000. Ka pas më shumë investigim apo s'ka pas? Çfarë bën më pak? Çfarë bën më shumë? Ja, më që ka qenë më thelluar. Domethënë, gazeta atëherë nuk ka qenë në terren. Ja, ta ndajmë kështu. Gazetaria atëherë, më e bukur është sot, fotografi, pamje, gjëra, studio. Atëherë ishin ca gazeta të shpifura dhe ca studio si uturak. Pra më e bukur është sot, por bukuria është shumë e rëndësishme. Është zhvillu kjo gjëja. Është më rinore sot. Njerëzit sot vishën si njerëzit. Ne vishim ta kostume si debila, gjasë, kokandaja, kupton? Është më trendi sot. Atëherë ishte më serioze, ishte më shumë lajme, ishte më e thelluar dhe kishte më shumë analiza dhe debate. Puna është prit. Tani më shumë lajme pse atëherë se tani më shumë lajme bie tani që ke më shumë mundësi ti gjesh normalisht. Ke më shumë lajme. Varet çka lajm. Pra, sepse nëse lajm nuk është një video që poston diku. Lajm është të dish emrin e të njëjtit kombëtares. Do unë gjej një para gjithëve. Dakor. Sot nuk e gjen dot. Jo, sot nuk e gjen dot. Atëherë bësh te gazetaria. Gazetaria e vërtetë është lajmi, verifikimi i lajmit, burimet e lajmit, 3 burime thot anglezi, 5 italiani, mënyra të shkuarit, 5W që duhet t'i japësh përgjigje edhe kur flet why, where, when, where, bla bla bla, gjitha këto. Këto sot kanë ikë. Jo, po i ke akoma fuqi mos. Ku i ke këtu sot? Jo, sot sa herë fillon një gazetar dhe brenda një narrative të tij thot ku, kur, pse, çfarë ka. Unë me ato që kam ndjekur i kam të gjitha. Zumë për mëna. Ku jeti këtë? Do për vëdëshej, bravo burr. Në mes. Ja, kemi. Sigurisht ato që janë në rrjetet sociale vetëm, okay, mund të jenë disi mund të jenë dhe më të thjeshta dhe më të shpejta për shkuar më shpejt te publiku, e kupton, por që sigurisht 5W janë rregulli kryesor i gazetarisë. Nuk aplikojnë. Pastaj nëse nuk i shef më ti, atëherë është problem si kanë dalë këto njerëz dhe si janë këto njerëz gazetari, mendoj unë. Mirë, se gazetar do të kemi pas dhe ne. Unë them që jo, po mos aplikosh 5W-t. Nuk është se ka ndonjë ndryshim në mënyrën se si bëhet gazetari. Okej. Ajo qëndron si atëherë si tani. Çështja është që tani ka ndryshuar, është më lehtë për çdo që quhet gazetar. Ti mua më quajtë çfarë gazetar? Unë thash, jo, nuk jam. Se s'jam. Shkon kam unë me gazetar. Unë se di pse jam të ulur të tavolinë. Por ti je moderator. Si vetë fillim? Po ti je bisedë tavolike, jam moderator. Ti je investitor. Po ti shep klient blerës, ti do të bler një 3 shtëpi me mund direkte. Po nga që investitor nuk pa diskutim që po ja doli moderni. Vendosje produkti lehtë. Por ajo që do të thoya unë është që tani janë ulur filtrat shumë. Po ndoshta edhe nuk ekzistojnë fare, që kush do tani mund të blej një kamera diçka. Diko shohuni Po ata nuk janë gazetar, ata janë ato për gazetar ata. Ata janë blogerë, është më filtrus dhe nuk është shumë gazetar më vështirë tani që ti ndash. Profesionalizmi.
5W që thej ti. Kush të ndan Tani më gazetarët fal, e blogjerit? tani se ti s'do përmendesh atë, do të përmendon Neymar, s'ka problem. Nuk mund ta quash gazetare Francesca Rostemi ke topi. Mos më luaj mend tani. Nuk është gazetare. Tani ti do ta futesh, Nuk është Po gazetare. nuk është pra. Po mos Veç përmeni çfarë me emra, përpara. ma keqen. Po mbra nuk janë, Se pra pas mos një podcast Arbana Osmanit më shpif, përmend që shoqjet e veta, shokët, mos përmeni. Jo, unë se bëra çok, më përkeq Jo, thash. jo, as për mirë, mos përmeni me emra. Pra, mos i ngatroni me gazetar këto. 23 vjeçar. Jo, po nuk janë këto gazetar. Këto janë Ku cili është sot Flor, kush është sot platforma ku transmetohet lajmi sportiv? Dikur ka qenë Sport Express, Sporti Shqiptar, Panorama, ikën gazetat. Kanë qenë televizionit të cilat kishin të gjitha një 5 minutë informacion të edicioni lajmeve. Ikën këto, ishin dhe emisionet që ishin të TVK, procesi gjitha këto. Ishin këto, kishte edhe një portal. Më thuaj sot o vlla, ku transmetohet lajmi sportiv? Shiko, unë mendoj që ka ndryshuar dhe mënyra ku merret burimi sportiv. Pra, tani po them me keqardhje them që platformë kryesore mund të jenë rrjete sociale. Mua nuk vjen mirë që është kjo. Unë jam një brez i cili jam rritur duke bler gazeta. Pra unë thash unë kam mbrojtur gazetën në shtëpi dhe më duket një burim më i mirë informacioni për faktin që ti e merr gazetën edhe ditën Mos u tjetër. bëj nostalgjik. Shpokollaj të shkosh në internet, se të shkosh Dakor, drejt rrugës, dakor. dhe gazetë, më lexoj gjë. Dakor, e vërtet. Sa e kollajt është ta filtrosh. E vërtet, A por ka ka merr diçka. një Ti informacion kur merje një gazetë, ti kisha Po aty. të ne, merri abuziv? Të ne aso kohë për të Shiko, historikisht dihet që media është pushtetën vete, edhe i luan kartat e veta, por ja, ideja është hajta ndajmë rrjetet sociale çfarë është lajm E vërtet, dhe çfarë është thjesht një ndarje për qef. Ajo që Dhe shikoja kjo unë- po ngatrohet, e kuptoni? Pra, Ishte është që në atë profesionalizmi i gazetarit, bëj këtë ndarje. Po pra, do të dhe tani shumë e po vështirë. pra, po dakor, Ta atëherë bësh. ti profesionalisti gazetarit, po t'jap 3 shembull. Ti në rrjetin tënd social ndjek Gjergjin, mua dhe Florin. Francesca Gjergji- ndjek më shumë, ka më shumë ndjekës se ne të gjithë. Po pra, po se njerëzit se kuptojnë që ajo nuk është për gazetare. Ata e shohin një herë në javë te sporti, thonë që kjo gazetare sporti dhe hajde. Po këtu kesh kuptohet gjëja. Kuptoni, pra kjo duhet ndar. Ti je gazetari modern, po unë rri për sportin dhe unë Si ta ndaj, për si ta ndaj sportin. publiku këtë gjë. Se ndaj publiku këtë gjë. Publiku ta ndaj me atë gjë, duhet të ketë. 5W E pra, duhet ta kuptoj se kush është ai person që flet në aspektin profesional për sportin dhe kush është ai person që merret në studio televizive. Kush publik? Çdo kush. Ai që pa marru Reelsi, Shargarop nga motra atë që ka fol? Këto ke, o gjesh, po këto ke Gjergj. Rejmane u shpla për 3 muaj. Ku po i shërbejmë pra këtë gjë? Ne, kjo është pyetja. Të parës ti dëgjoj, unë ka përshtypjen që Vetes, publik, Bravo. egos personale apo Të parë, publiku? atëherë unë eci personalisht eci kështu. Të parës i shërbej vetes time. Bëj atë që pëlqen më shumë që pëlqen bëj. Dhe e dyta, shahesh. dakord. Për sa kushton ajo gjë? Shahesh sepse po gjë, po ti janë kushurinë dhe vlezër për toka më burse përzitesh për çik Për futboll. toka dhe për futboll. Merren çik më sportive, shahesh, dakord. Kush nuk është shah në Shqipëri deri më sot? Do shahesh, dakord, por ti shikon që në tjetër ke dhe fjalë të mira. I ke pasur fjalë të mira Gjergj? I ke pasur apo jo? Privat. Dhe po privat. privat, Dhe ti se thua që shqiptari prit. nuk ka dhënë publike, Se ka pas pak ka dhe probleme njerëz vetë. që ma vlerësokan këtë punën. E vërtetë. Kupton? Dhe mu më boqevi kum shkruaj ti herën e parë në dytë. Po, e vërtetë. Dhe thosha prit se ma vlerësoka Gjergj dhe bëj dhe një video më shumë. Pra, E unë e vërtetë bëj për shefin tim dhe shpresoj që ata që më ndjekin ti pëlqej. Në rast se i pëlqen, vazhdoj e shtoj si Po gjë. pse shërbej shumë ne? Po jena vetë Si ne ma popull. si popull ashtu e burr. Shikoj, Mbushemi. ideja çfarë mendojnë është që ka te futbolli, të paktën te futbolli apo te sporti, kur e komenton, ka dy zona të cilët janë audienca. Është ajo që ndjek futbollin, që janë ata që e shohin, e kuptojnë dhe kanë një bagazh informacioni, është një zonë gri, këta që nuk e din futbollin. Dhe siç e thua ti, detyron ndonjëherë që ti të kesh edhe një moderatore që nuk kupton nga futbolli. Se është moderatore. Çik më gjallë tekniste. Po ta kam thënë Apo- që E di që ka ndryshuar fora, po. Kam parë emisione sportive ku kalon tema në të sharat e çunave flet për futboll fare, Mos kaloni aty. Rrim. Jo, po them që kam parë këtë që detyrohen të kapin një audiencë tjetër. Rrim pa këtu. Në vitin 2000, përballja me opinionin publik, opinionin e gjerë publik, ishte shumë e vogël. Ti përballeshe me miq, me lagjen dhe me një person që në rrugë komentonte diçka. Dhe shkrimet që bëje ti, ndërkohë i lexoni dhe atëherë ditë me vetë e gjitha, po ti nuk e dije feedbackun atyre. Po. Unë sot nuk do isha bërë gazetar sportiv. Se ime më vini që më do fort të tjerë. Nuk kanë asnjë taksirat që unë pas e them diçka në internet, falas. Në vërtet, janë 2000 veta poshtë që nuk kisha bërë, presioni sot i qenurit një njeri publik
është shumë i madh. Imagjino ata pastaj që në Big Brother, që në reality show, që drejtori emisione, gjitha, është shumë i madh. Atëherë, Me qëra fjala si e the atë për balliun dhe ashtu. Aty e ka. Të vërtetë ka thënë në rregull është, të vërtetë dy ka thënë. njerëzit të cilët duhet të kishin reaguar pas asaj që thash unë ishin Armando Duka dhe Iman Balliu. Me të drejtë duhet të kishin reaguar sepse në fund të ditës unë Do dora formorin lajmin tëp. ta përgjigjështronin lajmin tim. Duhet ta përgjigjështronin lajmin tim sepse unë dora një mini sekret. Asnjëri as tjetri nuk mori. A kupton? Dhe po ishin qindra veta. Pa s'ka janë mbi 40 vjeç edhe, nuk e shohin. Jo më ka parë. Ja më ka parë. Tani qindra veta po që nga u bërë e ti tek çaj u bona më burr. Problemi është ti përballë me një thotë, "Ore çfarë kam bën juve më dha?" Ke patur edhe nga ata që te komentet që kanë parë edhe të kanë përkrahur, pra kanë thënë që zbuloi diçka. Duhet të ngushëllohet. Jo, po thënë se nuk është kështu, ka patur edhe që kanë kam një besuar. pyetje më të madhe se kaq më. Një politikan pranon që gjysma e vendit ta dojë dhe gjysma ta urrojë, apo jo? Ë, një këngëtar, një atë ka gjysma. Po ne kush ta do më burr? Ne kush na do? Ata që ndjekin futbollin dhe Pakica. Ata që ndjekin futboll, po ata që ndjekin futbollin dhe vazhdojnë, nuk kanë parë paktën te rastin e Balliut, me që ndodhi tek podcasti jon, kanë parë që mbrapa kishte ata që u futën dhe kërkonin në Google për origjinën e atij. Pra e çuan më tej. Nuk ngelen vetëm te fjalët çfarë dëgjuan, po e panë që thanë, ka diçka, pa në emrin e babait atij, pa në origjinën e atij. Pa ku kishte lindur, pra ata që duan të marrin informacionin siç i jepet, vazhdojnë thellohen edhe vetë. Se ti e ke Google vazhdon apo ChatGPT pra ti pyet dhe vazhdon thellohesh me diçka. Por ata që duan ta marrin shablon dhe ngelen vetëm aty dhe kanë kohën që të bëjnë një koment negativ, Mos thosh tani gazetarëve disi më të vjetër na vjen keq kur na vën diskutim. Na duket sikur jemi zëri së vërtetës sepse ashtu ka qenë pak onë. Kam përshtypjen që po. Se mendoj që ka të bëjë me moshën kjo, unë them që ka të bëjë me Jo me moshën, ka të bëjë me domethënë me etikën e punës që janë mësuar kohë më parë. Pra nuk jam mësuar që më parë kur se tha Gjergji pak, kur publikonte një shkrim Gjergji, maksimumi kritike që mund të vite nga familjarë, nga tot lagjes. Kurse sot po bëre një shkrim ti mund të shaj dhe ai që është shqiptar po jeton në Angli, jeton kudo, e kupton? Është real time, po. Por unë nuk e marr kaq për afër këto komente, për të thënë vërtetën se bota e futbollit gjë që ti e di por gjithë janë trajner kombëtare. Pse se futi Muçin, pse futi, a kupton, të gjithë mendojnë që ata që tin ata është sakta. Çfarë do bëni ty nëse do ishit i vitit 2000, shkoni në një redaksi. Po, sa po ka hyrë interneti, nuk ka rrjet, nuk ka asgjë, sa po ka hyrë celulari, që nuk përdoret. Si do mendoni ty që do ishit bërë gazetar? Çfarë do bëni ty nëse kohë? Shiko, ka qenë më vështirë, me thënë drejtë. Se ti sot arma jote më fort që ke është celulari. Patjetër. Ka qenë më vështirë për kohën dhe duhet dilje dhe ta gërmoj informacionin. Pra, nuk mund të them që do bëhesh apo jo pa e ditur si ishin rrethanat. Tani ndoshta ke më të lehtë se e ken telefon apo për një lojë, e thjesht fare pyet tek çati për një lojë dhe ta jep një lojë. Nëse do të jesh gazetar i thjesht, po them që i bën gjëra shablon. Pra kush e bën sipas teje diferencën në ato kohë? E bën. Unë mendoj që gjithmonë është pak me karakterin e njeriu, sa dëshirë ke ti të jesh ai që do të jesh. Jo, po duhet ta bëj diçka diferencë. Pra, në vitin 2000 diferencën e bënte informacioni, që bënte diferencën, dhe mënyra të shkruarit. Gjergj, unë po t'jap një shemb. Po edhe mënyrën e këtë veçantë në çdo postim që bën. Secili person. Jo, po nuk po flas për vetëm, po flas. Jo ti, po them gazetari poston mënyrë. Po sot mund të flasësh nëpërmjet ikonave me zemrën. Sot vë një zemër dhe ka thënë gjithçka. Pikërisht, atëherë do të bëj një shkrim 30 raste, po të vë një zemër që është debil thonë. Jo, edhe ti atëherë me tek fjalithe. Karrikën dorë po. E shikon. Ska pas ikon, po mesazh shqiptar. Pra, ideja është, po bëj çfarë bok. Pra, sot ti ke mundësi akon më shumë të luash në mënyrën si jep mesazh. Ti ke mundësi më shumë të luash në mënyrën si jep mesazhin, por nëse qëndron në njëjta gjë, gazetaria qëndron, ti atëherë do dishe në terren do bësh një lajm kryesor apo jo? Maksimumi 2 do dishe, do shkoj te federata, do merreshe me të mira Fationin aktualisht, që Fationi tani do merreshe do një lojtar tek këtu. Po nuk bësh Lucienin me të mira, në vërtetë është. E shef pra, atëherë do bëj këtë. Tani për shkak se i ka rregulluar disi marrëdhënie dhe ke dhënë një mesazh larg. Çfarë është lajmi sot? Lajmi është ai që ka qenë gjithmonë. Ai që bën interes për bën interes publik. Je dakord të vi që lajmi sot është ai që është gjithmonë? Ja, nuk jam dakord. Lajmi ai është, por çfarë bëhet virale ndryshon, por lajmi është i njëjti. Sepse se kjo ngatrohet dhe me lajmin e çon te publiku gazetari
apo vetë individi. Dhe nëse çon gazetari, çfarë riski ka? Lajmin e çon te publiku gazetari dhe risku i tjerë sa do të ndiqet ky lajm. Dhe për këtë arsye kemi këtë prishjen e tregut. Për këtë arsye ti nuk merresh me lajme. Sot nuk është orientuar drejt çuarjes lajmit të publikut, por është orientuar drejt çfarë i pëlqen publikut që unë bëj gati lajm. Pikërisht pra, por ti ti rrezikon që ti thua që ore lajmi është ky. Por publiku do që po një lojtar X ka qenë 10 kafe me kët. Se çfarë do publiku është enigma më e madhe gjithkohë, tjetër gjë është lajmi, tjetër gjë është ajo që kërkon publiku dhe këto është dilema që duhet ta ndajnë të gjithë mediat, qofshin dhe shkruarat dhe sociale dhe televizionet. Do t'i japim çfarë është për t'u dhënë lajmi apo do t'i japim çfarë kërkon publiku? Dhe aktualisht po shohim që si në rrjetet sociale, si në televizion po jepim çfarë kërkon publiku, jo çfarë është lajmi i vërtet. Shko, dakord me mua besoj. Di çfarë më bezdis mua sot në stërën e sotme? Nuk sportive apo përgjithshme? Po sportive, sporti është më delikat. Është më qoshk tregu. Më është më delikat dhe më sakt. Niveli krahastimor lë shumë për dëshiruar. Dje për shembull kam parë postime të tipit që derbi me ndeshje më pak difoz historinë e derbit. Etj. Mua më pëlqen që gjërat të shtrihen në kontekst serioz. Për shembull, dje kanë qenë në stadium afro kur ishte, ne kemi regjistrim them dje, por do të qenë një javë para. Derbi fund. Tirana Partizani. Sa 4-5.000 do qenë. 4-5.000 maksimumi. Dhe gjithë njerëzit thonë që ky është derbi me numrin më të vogël tifozëve, thonë gazetarët. Por ndërkohë, shifrat thonë komplet të kundërtën. Përveç faktit që në raport me faktin që Tirana është vetë fundit ky ishte derbi me shumë tifoz, Partizani ka dalë kampion në vitin 2018, 8 vjet e para me 2600 bileta të shifra në derbi. Partizani Tirana 2-1. Pra, ky absolutizmi janë lyp derbe në vitin 2000 me 1000 vet, 500. Pra, dëgjoni mua, ka jam dëshmitar i hershëm i futbollit shqiptar, 92-shin, 93-shin. Shumë dakord. Pra, ky absolutizmi më bezdis, mungesa e masë që vjen nga mungesa e informacionit, që vjen nga mungesa e backgroundit, që vjen nga mungesa e leximit, që vjen nga mungesa e thellimit. Më thoni sot i gazetar sportiv që ulet sot përpara YouTube-it, shofi si e Grigori Bedriumurin 82-shin, si u bë ndeshja 67 Shqipëri-Gjermani. Po, por pyetja është ku i ke parë ti këto? Në media serioze apo në media që I kam kërkuar vet. Jo, ku i ke parë këto që ky ishte derbi me numrin më të vogël histori? Në media serioze apo që do mangatron me tifozët, që kanë histori, mos mangatron me tifozët. Po ky është pra. Këtë po them. Pra ti po krahason çfarë herin tifozët me gazetarët. Ky është problemi sot më zoti. Po mos ma ngatro ti faktën. Po ku ti referohesh? Se po të ishte thënë media serioze, televizioni që derbi më i ulët. Gatrohet Gjergj, por Gjergj. Po jo, se unë s'kam parë në asnjë media që ishte me ulët, me tifozë me këto. Po çuna, ty bëj pyetje shumë sincere. Shkrepe. Kush është misioni juaj? Misioni është të përcjellim tek publiku, ti përçojmë atë formë sportive. Të paktën me këtë natyrë i ministrit të ka që bën. Dhe duke parë gjithë dimensionet e sportit. Unë vështirësi në pyetje. Jo, po podcasti nuk është mision për të informuar publikun. Po përkundrazi. Podcasti është si bisedë shoqërore, për ne po them, kështu që dëgjumi, prall, dëgjumi, Jo dëgjumi. Ideja është paktën te sporti kërkon energji. Nuk di podcastet e tjera. O çuna, sot ka vlerët e shumë flet tjerë duke na pa neve. Duke na dëgjuar se po çesë do na shohim. O çuna, a mund të ndërtoni ju, si pionerët të rinj gazetarisë, një platformë, dhe aja vlen të ndërtoni, serioze, qof kjo, copy, hard, print, online, nuk ka rëndësi kjo gjëja. Pra, brenda një medie ti mund të kesh brenda një podcast, mund të kesh një internet, mund të kesh një studio live, mund të kesh një gazetë për 60 vjeçarët, mund të kesh edhe një aplikacion për të bërë. Se ti e bën një gjë për të shkuar gjithmonë atë. A mund të ribëhet kjo gjëja? Ose a mund të bëhet për të parë kjo gjëja? Po pse duhet të bëjmë këto? Që të hecim kundër kohës në tash? Po më jo gazetari pra. Shtatesh me kohë. Ti bësh të gjitha. Një platformë serioze ku të informojnë njerëzit. Po, kjo platforma serioze që po thua ta bësh ti. Një sekond. Kjo që po thua ti e di që do funat të fuqishme apo jo? Dhe për ta bërë këtë me lajmet serioze nuk të hecën. Do ta bësh me këtë që kërkojnë tjerët. Pra do morësh një bukuroshe bjonde, një bukuroshe brune dhe nuk do e pyesësh skema 4-3-3, një kombëtare thon apo duhet 3-5-2. Do e pyesësh. Po dinjiteti kush është më i bukur, ky apo ky se do duhet pra. Dgjoj, po dinjiteti dhe integriteti jot në misionin e gazetarisë, ku do shkojë? Kjo është pastaj ajo që ti arrin marr veshën në veten tënde dhe një farë pikë në veten tënde. Çfarë dua të bëj?
Kjo është ajo pra që ti arrin me veten tënde dhe Si ndan gjen ti pastaj. si mas do këtë ekuilibër mes asaj ç'a je ti, ç'a duhet thush dhe ç'a do publiku? Fal 3 ndarjeve kryesore që kam bërë vetes. Që do Kur jam te podcasti me Florin te Andaleja, jam Ke tre mas do brenda këtej. Bravo. Jo, te Andaleja te Flori jam ai matho që është më gallat, më auiu. Okej. Më rinore siç e duan ata që na ndjekin. Okej. Te Instagrami im përpiqem të bëj atë shpërndarjen e gjërave që ndodhin në kohë reale Okej. të futbollit dhe aty jam gjysmantho për çef, gjysmantho serioz. Dhe tek puna tek televizioni, që puno jam 100% serioz, se nuk kam ç'a bëj. Aty bëj lajmin bam 5 gjëra dhe Nuk mendoj që këto tre masa do të futen në një paketë. Kështu këto të tre manthot. Si ndan. i nda. Tjetri nuk e Ja. Unë për shembull, prej kohësh kam futur në një paketë. Jo, ti je ndar. Asnjë. Ti je një gjergj për futbollin dhe një gjergj për real estate. Tjetër gjë ajo. Po këtë po tjetër them, gjë. po këtë po them pra. Por unë jam si tek procesi, si tek ky podcast jon, sikur vite ju, sikur doja po thjeshe. Po, në aspektin e sportit, dakor. Se çfarë të diferencon? Luku, mënyra si komportohesh, dhe ajo që thua, gjithmonë jam. Po, jo, ti je Unë prapë njëri se këtu. vonjeku do të them, që ti më avion privat. Pikërisht. jam Por vetë apo Gjergji, Po, jo, dakor, do me Është- por është- di se çfarë duhet të njëra dhe çfarë duhet, edhe Gjergji e di çfarë duhet të njëra, çfarë duhet të real estate. Është ajo ide që Por po ti shumë vërtet ajo. Unë e di që Gjergji është nga ata që edhe kthehet ndonjëherë tek historitë e vjetra tek ato që ka parë vet, se normalisht njeriu bëhet nostalgjik për çfarë ka parë. Ndoshta edhe ne kur të shkojmë në vitet kur futbolli ndryshoi, e kam fjalën kur futbolli shumë i nuk e kisha aty. Ti e ndjek lajmet e sportit, se ti e ndjek, nuk është se ndjek fare lajmet e sportit. Sidomos Ku i në ndjek? futbollin ka Të pëlqejnë këto që janë gjys lajme e sportit dhe gjys me kë ke dal nga lojtarët, kush pëlqen, kush nuk pëlqen, apo pëlqen ai lajmi i vjetër historik që nis me formë piramide për mbysur 5W bam. Pra ku je edhe ti vet? Jo, nuk mund të qifem tash, nuk jam te kjo e fundit. E pra ti nuk e do lajmin. Ja kupton që ka ndryshuar tregu? E kuptoj. Nuk e do lajmin piramid për mbysur 5W. Mundojmë të në praktik tash, se aq më aq kohë sa kemi dhe marr atë që të ofron kohë. Rrjetet sociale, në një kështu emision sportiv kur kthehem rrugës për Tiranë. Ej, po drejtë e mori. Mund të lajm, asisti që ka dhënë mesin në një ndeshje, pason pak rezultatin e ndeshjes së burr. Këtu po thyen. Por kush e to lajme këtu? Kush e to lajme Ata këtu? kam vetë gria, nuk kam arritur të Çam, më fon algoritmi më burr. Po tash se po më çudit, ç'është kjo që thot as Messi se as, po as Messi asis, po se diet ku. 90% e gazetarëve që kishin postuar dje video nga ndeshja Tirana Partizani, nga derbi, që ishin në stadium, le ta marroj. Sigurisht që kishin dhënë këndvështrimin e tyre për ndeshjen, por nuk ishin kujdesur të informonin publikun për rezultatin e ndeshjes, për javën, për renditin. Prit. Do një 5 raste Prit, një sekond. Qëse do të bësh diferencën nga një bloger, Fjolti Curi, që shkon në stadium dhe i bën përshtypjen numrin e femrave në stadium. Se ka diferencë si është bloger, dhe ka diferencë si është gazetar. Pyetja është. Bie dakord këtë? Patjetër. Pyetja është, ti këto i ke parë në story Instagrami apo në shoh? Po jo story Instagrami, sepse gazetarët që ke parë i kanë shku për qef. Jo. Jo, ata e postojnë aty që unë jam pas ndeshje. Gazetari më i mirë që ka platformën vete në storyt e tij është Sokol Xhani. Futem tek Sokol Xhani në Instagram. Fare se bën vesh që s'ka një Instagram dhe ai të informon çdo ditë për eventet më të rëndësishme që kanë ndodhur në sportin shqiptar në lidhje me Shqipërinë. Del aty dhe thot Ernest Muçi, goli, është në goli, Trabzonspori lun me bla, ndeshja e zyra bën gol dhe ti jep gol. Po dhe gjëra kuriozitete dhe gjëra. Këtu po jo, se ti je duke i konfuzuar. Ata që gazetarët që ke parë ti story ditën e derbit kanë postuar që unë jam duke parë ndeshjen, nuk kanë qenë në krye të detyrës. Mos i ngatro profilin e gazetarit në Instagram me profilin e të punës së tij. ku pra ta shoh pra? Punën e tij te televizioni ku punon. Mos e shif sepse kjo tani shumica e gazetarëve, dëgjoj, shumica e gazetarëve sport, më fal. Shumica e gazetarëve sportiv e kanë Instagramin për veten e vet. Te Instagrami i tyre bëjnë një reklam kozmetike të gocat, çunat bëjnë një reklam makine, nuk e kanë Instagramin e tyre për sportin. Për sportin kanë punën në televizion ku punojnë. Pra, mos i ngatro gjë storyt. Jo, Manthon në televizion, Manthon në Instagram, po shiko, po gocat sportive, gazetarë sportive reklama me kozmetike bëjnë. Dhe shumë mirë bëjnë se lek bëjnë dhe me atë. Patjetër. Pra Instagrami i tyre nuk është fokusi lajmet e sportit. Këtë më kupto. Vini po tjetër pyetje, vini thotë a ekziston sot një person i cili quhet gazetar sportiv, me që themi të sporti, i cili zgjohet mëngjes, shkon në një taksi, bën një mbledhje me kryetaktorin, dhe i thuhet, nesër do bëjmë organin për shtyp, ose sot mbrëmje do kemi eleksionin lajmeve,
shkon merr një kameraman ose një kamera vetë, çon si ka. Ka ndryshuar teknologjia, po koncepti i njëjtësh. Po. Shkon në terren, bën një lajm, e sjell. Ora bëni konkret, ku të shkojnë? Po sigurisht, jo. Kjo grije. Jo. Si ke gjithë. Më thuaj një kanal sportiv që është në Shqipëri, televiziv. Po jo kanal sportiv. Më thuaj Top Channel, ka edicion lajmesh, Endi mundohet nga pak. Endi fut. Siri i bëj vet. Një, lajmet e sportit. A dysh i ka. I bën vet, ti nuk bën lajme sporti rçun. Si nuk bën, po nuk e ke infrastrukturën për ta bërë, sepse ti të mbledhej që bën me shefin tat. Po. As i bin mend çfarë lajmi do kështi. Jo, moda. E merr kamerën ti, Unë i bëj mbar, por e marr. Pra unë e bëj me 1000 luftë kamerën, i them kam konferencën e Nuhiut para ndeshjes. Më duhet kamera, shtrëmojnë turit, po ja u marr. Ajo le të vi vet, nuk është problem ajo pjesë. Jo, po nuk e lë ta marr, nuk duhet të më vi vet. Unë nuk duhet të më vi e gatshme. Unë duhet të jem vet aty. Në konferencë. Po sigurisht. Unë duhet të jem vet. Sepse unë e di çfarë dua ta pyet, duhet të shoh dhe reagimin e tij nga afër, sepse ti e di trajnerët 90% thonë jemi për kampione, po duhet parë gjua trupit, duhet parë se pra, unë para duhet të jem fizik dhe si unë dhe kolegët e tjerë. Platforma pra ku implementoj këtë gjë. Përveç dashamirës tënde të Syrit TV. Po gjithë mediat i kanë gazetarët që vinë. Vinë, edhe tek reporti vjen Ernesto. Vinë, Gjergjo vinë. Janë gazetarët vinë aty për konferenca. Jo. Nuk ta kanë ndjekur nga afër në terren Gjergj. Domethënë, dita e punës për gazetar, po them për gazetarë televizivë, pra gjithë gazetarë televiziv që ndoshta bëjnë diçka online. Dita e punës kjo nis. Unë e kam të qartë që një ditë para derbit Kënaja kishte konferencë për shtyp, Nuhiu kishte konferencë për shtyp. I çoj planin kryeredaktorit. Nesër në këtë orar kam këtë konferencë në këtë vend, kam këtë konferencë në këtë vend, më duhet kamera. Shkojmë në konferencën, pyetjet tona, përfundojmë konferencën, vim dhe bëjmë më pas kronikën e lajmeve. Pra, kjo është qendron gazetaria që nuk është deformuar komplet. E di që qendron, por a është më ka që zhvilluar se ka qenë më parë? Nuk e di se ka qenë më përpara. Shikoj, mendoj të përshtatesh pak me kohën. Pra, nëse në një kohë ka qenë që duhet të... Ka qenë më parë. Më parë, gazetari ka qenë mendim. Sot, për unë e them për fat keq nuk është mendim, çdo më thon mendim. Kur Italia do vinte në 2017 në Tiranë, do vinte drejtori i Italisë për tjera drejtorë, se më mirë se Buffoni, ishte për tjera. Dhe unë kisha një javë parë që isha menduar se çfarë do bëja me Buffonin. Do printoja një fotografi të ndeshjes 97-s Shqipëri-Itali që është bërë për lojrat mesdhetare, ku Buffoni, Totti e tjerë luajtë kur Devi Mukës, Bogdani e tjerë. Mbari, do të takoja dhe thoya që ajo ishte ndeshja e parë me Olimpikën e Italisë që kishte bërë Buffoni. Dhe do thoya kujtimet do fliteshin mbi bazën e atij kujtimi. Unë kur them që gazetaria është bërë një gjë shumë e zakonshme, them që nuk ka më mendim. Jo. Kam dakord që jo. Jo, nuk po them. Sa ke ndjekur je zot me real estate miku je. E ke gabim. Jo. Kam ndjekur shumë. Keni batut, keni humor, keni informacion aktual, ma më dëgjoj mua. Keni sensin e studios, por nuk keni mendim. Mendim, e di çfarë do të thotë mendim? Mendim do të thotë që Olti Kërnas ti gjesh ndeshjen e parë derbi që ka drejtuar femrat e Tiranës Tirana Partizani. Dhe ti thua ky njeriu që sot po drejton derbin e parë Partizanit para 18 vitesh ka drejtuar atë. Po do të thotë mendim, Olti femrave apo Olti meshkujve. Kjo është gazetari burro. Po e kemi bërë gjë. Nuk na kanë ndjekur, je zot me real estate në Gjergj, vjen keq. Më thuaj një gjë që ke bërë që mban mend. Një gjë të bukur që ke bërë që mban. Ne dham Xhihanit krahasim çdo trajner. I paraqitëm listën me trajnerë. Jo. Kjo është disordhet. Si, po kjo është intervistë. Disordhet që të solli më pas do histori shumë interesante nga Alban Xhihani. Kjo se kupton çfarë po them, or zotri. Kjo është intervistë disordhet. E bën vini e bidon për ditu. Mendim. Jo. Ora mendim, çfarë do të thotë mendim? Se mendimi ka lidhje me të shkuarën, me të tashmen, me të ardhmen, me paralelin, gjithsesi. Ora mendim, or zotri. Mendim. Po japim ca emra që nuk kanë lidhje. Po japim emra që fillimisht bëjnë pak. Nuk kuptoj më çuna. Ju atë që bëni shumë mirë. Gazetarisi mungon mendimi dhe thellësia. Erdhi këtu në Shqipëri, ka ardhur para një muaji Arihan dhe Ruth Kroll. Po. Kanë qenë në Shqipëri. Të dy pjesë kombëtare holandeze 74-78. Ta marr. Shkoi Fevziu, se tani Fevziu është bërë nuk puna vetë çfarë është bërë, se unë na mbetuar që nuk përmendem me këtë histori. Dhe bën një speciale dhe i përmend të dy si në kampion bote 74-78. Arihan vlla ka qenë trajner i Shqipërisë. Nga viti 2006 deri në vitin 2007, deri 8 muaj, erdhi me bujt madhe pas i Barçit, do shihej me trajneri i shkarkuar në epokën Duka. Dhe nuk pash asnjë gazetar, por nuk e bëjmë më punë gazetari. Okej. Të shkon të thosh Arian, hajde këtu zotni po. A flet më me këtë robin mos e shkarkoj më burr. Than televizori i legend. Gazetari. Tani, se me Alban Xhihanin, që e ke për ditë rruga Kavajës. Dhe i thua, ke qef vinin apo Gjergjën? Jo, Gjergjë. Nuk isha. Albanit ja shtoam kështu. Albanit i morën për çdo trajner një karakteristik. Po Albani s'është lajm morçuna. Po një sekondë më po. Njëri që ka kaluar çdo konferencë. Tash nga mendimi ka lajmi.
doje mendim, prit pra një sekond, doje mendim, urdhro mendimi. Me anë të një kuici Alban Xhanit i rreshtuam karakteristikat më të mira ose të këqija, pra hym dhe në thellim në mendim. Nuk futesh më shumë pash me Sinën, bët një intervistë me Sinën, nuk dishit asgjë për të. Sina ja u bëri bisedën si donte ai. Sina 4 herë me donën. Sina për spektakël ishte. E pash, më pëlqeu shumë. Po i tha gjëra siç i donte ai. Po zero polencë. Jo, Sina ka thënë Sina sulmoi Tiranën. Në mënyrë më të mirë. Me Tiranën për të sulmuar, për të sulmuar Tiranën. Çfarë bëj Sina Tiranën? E ke gabim, nuk kupton çfarë po them. Sina, si çdo njeri, në rrugtimin e vet, ka mëkatet e veta, ka mendet e veta. Po, e qenë se ju nuk thelloheni dhe nuk i dini këtë gjëra, e keni të vështirë të bëni oponencën. Më fal, Sina tha i fala rrogën një vit. Apo jo, jam i vetë. Tregoj që është ofruar dhe nuk e ka pranuar bashkë me disa të tjerë. Po sigurisht. Patjetër po. Sepse del me fytyrën e vet. Shiko, çdo njeri shpjegoja pak. Po si besoj fjalës tjetër si. Çdo njeri. Këtu fillon problemi. Problemi është Sina na stop. E disha që gazon Gaceri, Sina thotë unë i fa, Sina stop. E para, nuk e bjaqi. E dyta, do ta bëjmë debat. Gjap. Vjej burin telefon tash me Sinën, zjuni të dy. Jo, është tjetër gjë, të bësh debat, është tjetër gjë të bësh një bisedë. Çdo njeri që del, çdo njeri që bësh një bisedë që bësh debat. Çdo njeri që është figurë publike, ka një moshë majorene, mund të marrë përgjegjësi për ato që thot, ka të drejtën ta thot mendimin e tij. E vërtet apo jo, mbetej ta gjykojë edhe ata që e njohin. Përgjegjësia jonë është ta bëjmë me Sinën, Sina vjes se do inshallah spirit të gjë. Se Sina do fortë është vërtet. Sire, ta ftosh ti emisione studio tate dhe ti vi me gur njëri nga studiote? Jo, nuk po i bi me gur. Më fal, tregon realitetin. Më fal, një sekond. Problemi është që nëse ne këtë tjetër që i ra me gur Sina, në këtë rast, jo Sina konkretisht, nuk japim të drejtë të ketë versionin e tij. Po nëse ju të dy dyshoni shumë. Flori del në rrugë. Se ka qef shumë rrugën, do të rish në studio. Mirë bën, mos s'ka ndonjë gjë, mos më shihë se Flori del në rrugë. Si mos dal rrugën? Ja, mirë nesër. Flori shkon lagje, mundohet të krijojë personazhe, mundohet të krijojë gjëra, pra bën një gazetari të interesante. Unë vazhdoj të kem të njëjtin shqetësim me gazetarinë e sotme dhe jo vetëm sportive. Ore nuk ka thellim. Realisht nuk ka thellim. Unë këtu e shoh dhe showbiz. Gjë do të tregoj. Showbiz. Ronaldo Sharka për shembull bën gjëra për Big Brotherin dhe kujton se Big Brotheri ka filluar në momentin që ai u merr në Big Brother. Po ka filluar në 2008. 90% e njerëzve që vërtetën në për Tiranë ka qenë Big Brother. Mua më shqetëson shumë thellimi më burr. Shiko, gjë do të tregoj një histori. Dikush e bën më se thellime ndërgjegje. Ata që janë krye, ta dëgjosh Armando Dukën sot, unë pa afro Shqipërinë në kampionatin botror, vetëm unë ka bërë këtë kuptoj. Burri sa që ditë Shqipëria ka dalë 8 të Europës më 21-shin. Se tha, rezultati historik i Shqipërisë, pa i ka interes ta bëj këtë gjë. Se është promovoj punën vet. Po ne ç'interes kemi? Unë kam në kohën kur Shqipëria luante në Kampionatin Evropian 2024, pata marrë një iniciativë time. Pra po them, nuk kisha lidhur me asnjë punë, nuk kisha financim, madje vetë familja ime ishte kundër që më shkojnë në Gjermani në atë kohë. Si po shkoja me harximet e mia. Jo, okay, ata shikonin vetëm anën financiare, unë shikoja faktin që nuk e dija do ketë më në jetën time fatin ta shoh Shqipërinë në Kampionatin Evropian, se nuk i dihet. Ndoshta më shkoj vetëm një herë gjatë jetës që jetoj unë. Dhe shkoj aty, pra fillimisht gjeta hoteli, preve biletat e avionit, edhe biletat treni që të boja gjithë lëvizjen për Gjermani. Okej. Harximet e mia të gjitha. Shkoj aty, kisha me vete vetëm një tripod, një kamerë, 2 mikrofon. Dhe isha çdo ditë, shohesha në orën 9 para dite, mbaronte ndeshja e fundit në orën 9. Punoje, pasioni. Kthehesha në shtëpi në orën 12. Orari më i shpejt që kthehesha, se mund të vonoj edhe treni apo vonoj ndeshja. Dhe vazhdoj editoja video deri në orën 2 apo 3. Pasion. Flia 5 orë gjumë dhe çdo ditë ime ishte një lloj. Kam bërë mbi 130 video në Gjermani. Kam kapur çdo personazh interesant që shikoja në rrugë me Shqipërinë, kishin ardhur nga Amerika me veshje popullore. Jam munduar të kap edhe personazhe të famshëm, po kam pak të merakun që nuk duan me fol shumë. Kjo është çështje. Pasioni pra, ka më gjallë. Dhe kapja çdo njeri tek një event i cili ishte më shumë nga futboll, po them për Shqipërinë, ishte kulturë. Ka marrë 38 milion klikime. Pra, ndoshta nuk ka qenë gazetari e pastër me iden, nuk shkoja me iden, kam pyetje, jo, pastër ka qenë se ka qenë terren. Okej, me iden që nuk kisha një skalet. Me gjokse. Nuk kisha një skalet. Kisha vetëm iden çfarë po shoh dhe çfarë po ndodh. 38 milion shikime në për 3 javë, po. Në Instagram. Në rrjetet sociale, YouTube, Instagram, gjithë. Sa para si platformë? 0 lekë. Po nga YouTube e fitohet lekë më. Po, nuk e kam monetizuar, kam do ta kesh, do kalosh hallka që unë nuk i kam. A thjesht para në atë punë po merrem. Mos na demoralizon. Sa demoralizosen e po presim lekë. Jo. Ti nëse do të kesh 1000 subscriber me 4 milion pune.
Ne jemi subscribe, rooftop, subscribe. Unë nuk e kisha këtë. Asu se kam po subscribe, dhe se ka unë password emaili. Do ta thoj këtë, do ta thoj që Kemi për 2300 orë punë, presim dhe 1700 dhe mendojmë që deri në verë kjo gjë do të monetarizohet dhe me llogaritë e mia duheshin 42 vite për të dalë investimi i fillestar. Është mirë. Jemi në rrugë Që jeni lart. Por, sepse Mantho vlerësojmë cilësinë para shpejtësisë së live. Do ta thoj këtë, vetëm për ta shtuar, do ta thoj që kur më pyete që a do ishte bërë në gazetar vitin 2000. Nuk e di, ato përshtatesha dot me kushtet, por di të them që këtë pasionin që kam për futbollin dhe mënyrën si do ta tregoj, do ta gjej një mënyrë. Do ta gjej. Ndërsa Mantho nuk do e shifsha shumë të gazeteria sportive sepse për fat të keq tonin asu kohë, gazeteria sportive ishte shumë e ngurtë, shumë arkaike. Unë me zi kam hyrë me ca idera, a kupton, me zi, lexoja një herë të Gazeta dello Sport për shkakun se si të Gazeta dello Sport ishte dy faqe, Alfred Mondi, botë të tjera. Se siç ishte sporti te gazetat e përditshme, nuk te gazetat e përditshme. Dhe kam bërë debat me Fatmir Mnerin se nuk e kupton që Fatmir, hajde bëjmë një faqe. Çfarë ndodh për te futbollit? Se ka gjëra shumë bukura më që ti. Sporti është Horoskopin me zi e futa. Që horoskopi atë ishte më lezuar. Ore me zi e futa. Është për femra nga moda. Akoma, është për femra horoskopin thonin. Shkoj gjë ka diçka unë kur fillova këtë podcastin e Andale Sport, bëra audicione, po them audicione, mora disa persona që pash përshtaten apo me energjinë time. Dhe tek Mantho ngeca se pash energjinë e kundërt time. Kështu që një njeri që vazhdon thellohet dhe bën oponencë, është ai që duhet për atë. Atëherë, Mantho, shpejt. Po, jo ndoshta. A mundet radio e televizioni të mbijetojnë pa u integruar në formatin digital? Jo. Shumë mirë, dhe ne po i përshtatemi çdo gjë sipas kohës. Se kisha mendu kur që mund kisha një emision tim në YouTube kanal. Faleminderit, mirupafshim gjithëve. Kalofshi mirë. Faleminderit.